1, 2, 3, 4, 5. Mirë se erdhe. 5 pako, sa Estel, unë bulua fare. Tani do t'i hapim një nga një bashkë, mirë? Para se të filloj me pakon e parë, dua ta pranoj publikisht. Le të shohim se me çfarë i kam prishur lekët dhe mbi të gjitha a janë ashtu si duke në foto. Gati? Qa kemi? Një qanë për Esteli. Wow, përta e që mami nga qesja? Do maja di mua. Po është me Mickey Mouse, moj. Jo, nuk është Mickey, kjo është Mini. Si që është këtu në foto, ma di live mund të them që është më e bukur. Te ripi është edhe Mickey edhe Mini. Janë të dy bashk. Në shpirti im, ku do iki goca me këtë çantë? Të gjitha produktet që unë kam marrë, do të listoj poshtë linkun që t'i gjeni lehtë. Që ka diçka e madhe dhe unë, edhe pse i porosit vetë, nuk mbaj mend asnjëherë se çka kam porositur. Është ky seti këtu. Kjo është çanta për të vendosur furçat e make-upit, për pastrimin e fytyrës. Që ka shumë i butë. Ti plikizon. Leke. E shtyp, bëhet kështu, dhe kjo pjesa këtu më mjafton të hedhësh pak shampo, fërkon furçat dhe ndihmon që t'i lash. Wow! Beauty blender. Këto që kanë shumë të lezetshme. To është hera e disa që i marr, sepse i përdor shumë. Vendos pudrën e presuar poshtë syve. Kjo është për kokën. Ku shkërcen Napoleoni? E ku shkërcen Napoleoni? Janë goxha furça. Unaza! Tu janë të gjitha unazat. Për photoshoot që unë i dua, këto janë super të bukura. Kam një furrë që e përdor për manikyr gel dhe i lyej gjithmonë me shkëlqyes dhe i pjek në furrë. Kështu do të rezistojnë më shumë. Ja ku është fotoja, kjo është një jingle për çantën. Tregoj me sinqert e mendova se ishte pak më e madhe. Këtu kam një rip. Është një rip shumë i thjesht, që ka goxha i trash. Edhe madhësinë e pas kam zgjedh fiks. Këtë me zi e kam fritur. Ja ku është fotoja tamam. Le ta provojmë. Të pëlqen? Po. Me pul tërkes tani, po i ndryshon ngjyra. Jemi te pakoja nëmër 2. Dua t'i marrë të gjitha ngjyrat e këtyre. Kam parë shumë stilime me shall këtë periudhë, tek flokët sidomos, tek qafa, tek beli. Videot në vazhdim do jenë speciale dhe ky shalli do më ndihmoj shumë. Po ku çash? Kjo është jak që vendoset poshtë bluzave. Janë ato shtresat, nëse mund ta quajmë, layers. Dhe kjo më duhej një aksesor që do më ndihmoj. Se nuk mund ta quajmë këmish apo ndonjë veshje. Kjo futet besoj tek aksesorët. Kështu që do ta shohim tek shorcat. Kam edhe ngjitse të qerpikëve, 4 copë me një çmim shumë të mirë. Nuk jam ndonjë specialiste në gatim, por besoj se do gatuajmë të një gjë të shijshme me ndihmën e kësaj. Uroj mos t'jetë thyer e rrugës, se këto janë gjëra delikate. Në momentin që e shet, t'je përshtypjen si hekur, sigur do hekurosësh. Dhe për fat të mirë, asgjë nuk qënë ka thyer, por që ka perfekt. Ka këto, ka edhe këto. Mjafton t'i tërheqësh edhe hiqen. Që bëra dëmin që tani. Shohim se sa e shpejt është. Pas pak do ta inaugurojmë, kështu që më shkruani poshtë në një recetë për ëmbëlsira. Pakoja nëmër 3. Dhe t'ja vlen, u bëra shumë kohë tani që marr qerpikët e Temu dhe besoj shumë goca që më shohin, atje i marrin qerpikët. Por është hera e parë që provoj të marr lapsa për buzët, ngjyrave të tokës. Dhe zakonisht të preferuarat e mia janë kjo këtu dhe kjo këtu. Le t'i provojmë tek dora.
Kjo është nuanca e më të hapurës dhe është goxha kremoze, unë e shtypa shumë fort majën. Wow, që nga shumë e bukur. Kjo është e preferuara ime. 6 lapsa. Këto I heqim këtej mbrapa, se nuk duhet bie dorë te Esteli. Po është duke u marrë me furçat, edhe është e impenjuar atje. Ua, dhe është fiks ngjyra që doja. Shumë e bukur. Ja ku është nuanca. Ua, shumë e bukur. Shumë e bukur. Kjo do parë me detaje. Çanta që nga vetëm me magnet, fiksin foto. Dhe materiali është shumë I butë dhe shkon shkon me këpucët që unë kam bler. Është e njëjta? Po, është super. Tani për vjesht është shumë e bukur. Pëlqen? Pakoja 4. Tani nuk po më vret më ndërgjegja. Dhe besoj se u bëra edhe më shumë e varur nga Temu. Gatimisht kam porositur 2. Një shall. Po përgatitem mirë për dimrin që vjen. Nuk isha në fakt një shall të bardhë, nuk e di pse asnjëherë s'kam bler një shall të bardhë, por gatimisht pas kam porositur 2. Por ky tjetri nuk qon kaq I bardhë, është si ngjyrë qumshti. Unë me iden që kam porositur një të bardhë, një të zi, ose ma kanë sjell gatimisht të ngjyrën, nuk e di, por që është një bardhë pak më e pisët. Edhe modeli, do të thënë, që ka njësoj, thjesht nuanca është pak më ndryshe. Okej. Materiali është shumë I ngrohtë, shumë I butë. Shikoni që jetojmë në Shqipëri, në përfaqe online në Instagram, këto gjëra I blejmë shumë më shtrenjtë. Dhe them më mirë I blej tek Temu, që I marr më lirë se fundja po gjëra kineze janë, se dhe ata që I shesin në përfaqe online po në Kini marrin. Mos gaboj nga 6.000 lek a 5.000 lek diçka e tillë, ja vlen. Bëj pis njërin, kam tjetrin. Po ju e dini shumë mirë që unë më shumë po shtyjem këtë periudhë që të blej aksesor, gjëra të tilla, sepse po më pëlqejnë shumë ato videot që bëj me kombinime. Dhe këto do I shohim në kombinimet e radhës. Dhe mbaj mend blerjen time të parë tek Temu që kanë qenë pikërisht aksesore, domethënë vath, gjëra kështu. Janë shumë të bukur. Minimalist. Këto janë kufjet. Dhe këto duhen ngjitur tek kufjet. Dhe na ka mbetur pakoja e fundit. Nuk e di se sa minuta mund të ketë shku kjo videoja, po e kam shiju shumë. Dhe them se do kemi akoma video të tilla në vazhdim. Këto janë kandërflat. Me idenë që t'i vesh në shtëpi I mora, inshallah ka marrë numrin e duhur. Në fakt, po. Tadam! Prit, si duhet I tregoj unë këto? Okej. Kjo është këmba. Arrin shumë bukur. Pa, shumë ngrohta. Shumë të mira. Por që po e mendoj tani, këto mund t'i vesh edhe jashtë. Numri që ka marrë është 40-41. Ka marrë numër të madh, unë kam 37,38, e kisha këtë idenë që këpucët mund t'jenë një numër më I vogël. Edhe jam treguar vajzës zgjuar që I ka marrë më të mëdha, se po të kisha marrë fiks numrin tim, e sigur që do më rinin të vogla. Edhe asnjë nga gjërat e Erkesit nuk pas ka ardhur sot. Të pëlqen? Po. Ishte bukur? Do I vi në një tjetër. Po, se do thoni pastaj s'ke marrë gjë për çunin. Ka marrë për çunin, po ja që nuk pas kanë ardhur akoma. Me këto sinqerisht e pas kam tepruar. Tani unë po I vë kështu kot në kot. Se të bukura. Të bleki këtu. Sa për ide që ju t'i shihni. Po që ju betohen, janë super të bukur. Prita më mosh? Janë super!
Më pëlqen shumë. Këto janë me nuancën roz. Këto janë në ngjyrën Leila. Këto janë Leila me gri. Nuk e di nëse duken në kamera aq bukur se sa duken live. Në momentin që do t'i editoj, aty do shoh tamam. Por që live janë shumë të bukura. Edhe këto janë të fundit. Po që u lodha. Dhe këto ishin të gjitha blerjet që më kanë mbërritur. Herës tjetër, shohim të tjera që janë edhe më interesante. Por ju që doni të bëni blerjet, linqet i keni poshtë. Si gjithmonë në fund, një super përqafim të madh virtual. Mirupafshim!